Kjo video është për ty që më shkrua dhe kërkon ndihmë dhe të bllokohen shumë rrugë në jetën tënde. Dhe nuk e di pse të bllokohet fati. Akoma dhe për ju nëna, babalar që mendoni për fëmijët tuaj, për vajzat dhe çunat tuaj, që kërkoni që kalovi mosha 30 vjet dhe ngelen pa martuar. Është për të gjithë ju që në radhë të parë, fëmijët nuk janë fëmijët tuaj. I sollët në jetë. Atë që mund të bëni, të alini fëmijën e qetë, të bëj mësimin e tij. Në qoftë se ndryshuan kohët, nuk kemi në 1900, nuk kemi më që të martojme në 18 dhe në 20, sepse kështu na thot shoqëria. Si kusht është përgjegjës i jetës të tij ta bëj çfarë të doj. E di shumë mirë se jam edhe unë mama që si mund të ndihesh. Po dhurata më e madhe që mund të bësh tek fëmijët është ta lësh të lirë dhe ti thuash jam këtu në qoftë se më ke nevojë. Atë do desha dhe unë kur isha fëmijë. Atë po bëj tek fëmijët e mi. Dhe gjërat rrjedhin vetë. Dhe për gjithçka. Në qoftë se dhe ti si prind, dhe ju, çfarëdo moshe që të keni bllokime në jetë dhe nuk e dini pse ju vijnë, arta e shpirtit, e kodeve të dritës me ditën e ditëlindjes, kontrata e shpirtit si mund të themi, akoma dhe të mësoni pse të bllokohet fati, vetëm me ditën e lindjes mund ta mësosh. Por këto, po, janë me pagesë. Ato që jap dhurat i jap këtu në video të ndryshme, në trajnime të ndryshme që bëj falas, por nuk mund të kemi vetëm dhënie falas, o njerëz. Natyra është marr edhe jap. Nuk jemi në balancë vetëm kur kërkojmë të marrim, akoma dhe kur kërkojmë të japim. Dhe unë personalisht kam dhënë shumë. Jam bërë shpëtimtare e shumë njerëzve. Dhe më në fund, pësoja unë. Dhe kam ngrënë shumë plaka në jetë, sepse nuk ndalonja të ndihmonja, dhe sepse nga keqardhja që kisha, edhe kjo e vërteta është edhe kur ndihmojmë, nuk ndihmojmë tjetrin, prapë veten tonë ndihmojmë, sepse kishim nevojë ne të na ndjeshe dikush të na ndihmonte, të na jepte pak siguri dhe mbrojtje. Atë që nuk na i dhan prindrit tanë, jo se s'deshin. Nuk dini si ta bënin, sepse dhe atyre nuk ja u dhan. Ne nuk jemi këtu të faqësojmë të tjerët, jemi këtu të bëjmë ndryshimin. Prandaj, në qoftë se do të bësh ndryshim, dhe je vërtet i interesuar, fillon nga arta e shpirtit, më mbas me terapitë në grup ose private. Do më kini dhe në Tiranë në datën 27, kush është interesuar për terapi në grup për sistemin familjar, për çdo gjë të vogël ose të madhe, ka zgjidhje. Po zgjidhja vjen vetëm kur ti je gati ti, kur ti jem gati dhe unë. Dhe akoma me këtë video është zgjim. Po puna është që shumë mund ta dëgjoni, dikush mund ta kalojë, dikush mund të shajë, dikush mund të thotë një gjë tjetër, pak nga ju do ta dëgjojnë dhe do thonë çfarë mund të ndryshoj dhe çfarë hapi mund të bëj. Unë jam këtu për ata që janë vërtet gati, t'i ndihmoj dhe thash, hapi parë është bëj kontratën e shpirtit, mëso gjithë sekretet në të gjitha fushët pse të ndodhin këto dhe pastaj vepro. Veprat, terapi dhe mbas terapisë do fillosh të bësh dhe veprime vërtet në jetë. Për shembull, nëse ke pritur vetëm ndihmë nga të tjerët dhe vetëm ke marrë dhe gjërat nuk të kanë shkuar mirë dhe ajo arta e shpirtit të thotë që ti je në minus kur sillesh kështu, edhe duhet ta ndryshosh ose unë ndërmjet terapisë, atëherë duhet të bësh diçka ndryshe. Të fillosh gjërat një hap ditë për ditë edhe më të vogël, por duhet të bësh diçka. Dhe unë shpeshherë bëj një terapi, por nuk bëj një veprim, se kisha shumë të vështirë të bëj një veprim, sepse veprimi gjithmonë duhet të zgjidhja veten. Dhe ishte shumë e vështirë të zgjidhja veten, sepse të dashur shpirtra, kur unë një herë në një kohë kisha zgjedhur veten, u ndërshkova. Edhe si fëmijë,
kur unë njerë gëzohesha që kisha një kanën në shtëpi dhe vinja nga shkolla dhe e lanja të ndriste, sepse ishte një diçka ndryshe në ato kohë. Jam e lindur në 1970, mendohu tani, në 75, në 76, në 77, ka që kanë qenë fëmijë, po më pëlqejnë gjërat e bukura, të pastra. Unë ndërshkova se e theva të kanën, dhe ajo gëzimi më ndërprej. Prandaj, shkaqet do t'i gjejmë së bashku. Brapa çdo gjë që ke nga aty dhe të përsëritet, fshihet diçka. Mund t'jetë lodhje, mund t'jetë dhimbje, por gjithçka që arrin edhe bëhet përsëri, brapa saj, pavarësisht se ka dhimbje, shpirtrat e bukura, është diçka që duhet të mësosh. Është mësimi dhe bashkë do mësojmë dhe mësimin. Të dua shumë. Nuk jam asgjë më tepër nga ju. Dhe nuk flas vetëm nga studimet, flas nga përvoja ime. Dhe janë shumë. Dhe kini mundësi në Shqipëri, akoma dhe ju që nuk kini mundësi, pagese, bëj dhe shumë gjëra dhurat, dhe këto videot janë dhurat. Libri i frikrave, sepse frikrat janë ato kryesore, që nuk na lejnë të gëzojmë. E punoj akoma dhe unë, dhe është kaqëri me rezultat, simboli mrekullive, nga botimet Living, mund të gjeni 83 madra për fobit dhe për frikrat e ndryshme. Për çdo gjë mund të më pyesni. Kini agjentën magjike dhe tani po përgatit librin e ëndrave, të emocioneve, të si ndërmjet prallave, se ju thash ëndrat më falni, si ndërmjet prallave, se në këtë moment që ju bëj video kam dhe temperaturë, dhe po e bëj për ju. Dhe si që shikoni kam dalë në natyrë, sepse vetëm kur dalim në natyrë mund të qëndrojmë tek vetja, nuk rri tek krevati, sepse krevati nuk të lëshon asnjëherë. Dhe libri i ëndrave dhe i emocioneve, i ëndrave thash prap, do t'ju ndihmojë ndërmjet ushtrimeve të ndryshme, ndërmjet prallave të ndryshme, të kuptoni kush emocion është brenda teje i bllokuar. Ti pranosh emocionet dhe ti lirosh. Në të gjithë kohën dua që të filloj me fëmijët, sepse fëmijët janë shpresa e Shqipërisë. Dhe të arri që të hapin zemrën, të bëjmë diçka ndryshe. Dhe ne prindrit që nuk mundeshim të na mësonin çfarë ishin emocionet, si të veprojnë. Të gjitha duhen. Prandaj, ka shumë gjëra që mund të marrësh nëse je gati të ndryshosh. Po puna është, a do të ndryshosh? Dhe kjo është okej. Po mos u qani dhe mos më bombardoni mua të lutem më ndihmo, ose disa më ndihmo edhe falas. Do thënë mendohuni një çik. Se kur vjen koha për gjërat që doni të blini, të bëni, dhe jeni shumë në Shqipëri që i bëni. Harxhoni lek, kurse për veten tuaj, për zhvillimin tuaj personal nuk harxhoni. E nuk jam unë ajo shpëtimtarja. Më vjen keq, dhe unë duhet të shpëtoj veten time. Prandaj, ju dua shumë. Për çdo gjë jam këtu dhe shpërndajeni këto video dhe në shokët e miqtë e në ata që si doni, t'i ndihmoni dhe bëni regjistrimin tuaj në YouTube, Flutra me Fat 333 dhe komentoni o njerëz. Thuani, ju pëlqen, s'ju pëlqen, çfarë ju ndodh. Ju kam dhënë të drejtën që të flisni, të bëjmë një rubrikë grash, burrash, ato që ju mundojnë, edhe këto janë dhurat. Nuk flisni. E po me zor, nuk bëjnë gjërat. Në rregull. Kjo nga ana ime, edhe tash, qofse ju komentoni dhe YouTube i ngre më lart video që t'i shkojnë më tepër, dhe kështu ndihmoni dhe një njeri që nuk e ka dëgjuar një diçka që duhet ta dëgjoj sot. Numri im është komunikimi 0030 699 321 46 37, Viber, Telegram dhe WhatsApp. Ju përshëndes.